Ja, po aty. Blake. Duke dëgjuar zëra të çuditshëm brenda shtëpisë së saj ndërsa elektriciteti ishte i fikur, kjo grua që jetonte vetëm shkoi menjëherë të kontrollonte dhe zbuloi çfarë ndodhi. U regjistrua me shumë qartësi një figurë frikshme e ulur mbi dollap. Figura u kthyele për të parë gruan dhe më pas menjëherë ndoqi atë. Pamja e saj e tmerrshme dhe lëvizja e shpejtë shkaktuan panik dhe frikë të thellë tek gruaja. Ky incident i pazakont i la shikuesit pa frymë, duke krijuar një ndjenjë të fortë ankthi dhe tmerri në atë moment. Një ushtar po kryente roje nate në vetmi të plot, kur vendosi të marrë një pushim të shkurtër për të çlodhur. Ajo që dukej si një natë e qetë, u shndërrua në një përvojë që nuk do të harronte kurrë. Një jastëk pranë tij filloi të lëvizte vetë, sikur duar të padukshme ta manipulonin me qëllim. Lëvizja nuk ishte e rastësishme dhe as frymë erës, por dukej se kishte një qëllim të caktuar dhe tmerrues. Ushtari qëndroi i ngrirë nga frika, duke ndjerë praninë e një force mbinatyrale që shtrëngonte rreth tij dhe e bëri atë të kuptonte se natyra e qetësisë së natës ishte thjesht një iluzion. Një shëtitës ndau përvojën e tij të merruese, së bashku me prova video që tregojnë një shfaqje me formën e një poçongu. Ngjarja filloi kur grupi vendosi të ndalonte për pak kohë për të pushuar, por atmosfera ndryshoi shpejt. Tinguj të çuditshëm dhe një ndjenjë e rëndë frike filluan t'i rrethonin. Pak më vonë, mes shkurreve dhe në një zonë të errët jo shumë larg tyre, u shfaq qartë një poçong. Figura që ndronte e palëvizshme, duke krijuar një pamje jashtëzakonisht shqetësuese. Ata që tashmë ndieshin të friksuar nga ngjarjet e mëparshme, u pushtuan nga paniku i plot. Prania e asaj krijese i bëri të ndiqeshin të paralizuar, të paaftë për të lëvizur ose për të reaguar menjëherë. Pamjet e regjistruara tregojnë qartë se frika e tyre ishte e vërtetë dhe se ajo që pan nuk ishte thjesht një iluzion i natës. Gjatë një misioni i shërbimi social universitar, një student vendosi të regjistronte video të zakonshme të zonës ku po kryente punën komunitare. Ajo që filloi si dokumentimi i thjeshtë i përvojës së tij, u shndrua në provë të një takimi mbinatyror që do ta tmerronte për javë të tëra. Shfaqja u manifestua si një kokë që përgjonte nga errësira, me tipare që sfidonin çdo përshkrim njerëzor normal. Flokët e saj shtriheshin si tentakula të errta, duke rrethuar një fytyrë me sy që shkëlqenin në një të bardhë jo natyrale. Dy gra që po eksploronin komoditetet e apartamentit të tyre të ri, zbuluan se disa pasqyra mund të tregojnë më shumë se sa fizikisht duhet të reflektojnë. Kur hapën derën e banjës për të dokumentuar pajisjet, pasqyra zbulua praninë e një figure femërore që nuk korrespondonte me asnjërin nga banorët reale të hapësirës. Shfaqja e karakterizuar nga veshje të bardha të pastra dhe një flok që shtrihej përtej kufive anatomik normal, dukej pothuajse i gjallë dhe tërësisht e ndërgjegjshme për praninë e dy grave, duke krijuar një ndjesi të thellë frike dhe shqetësimi që e bëri atë të dyshojë për realitetin e mjedisit të saj të përditshëm. Një video virale në TikTok, e ngarkuar nga një përdorues i quajtur Aditya, tregon një nga përvojat më të çuditshme me aktivitet paranormal. Dy burra udhëtonin në një rrugë të shkretë gjatë orëve të para të mëngjesit, kur u përballen me diçka që sfidon çdo logjik. Një figurë duke pedaluar një biçiket në kushte krejtësisht të pamundura. Pas hetimit të origjinës së videos, u zbulua se ajo i përkiste kanalit të YouTube Ferry Seiko,
i cili e publikoi në qershor të vitit 2012. Sipas përshkrimit, ishte një ilustrim krijues për një histori frike, dizenjuar si një film i shkurtër misterioz me një narrativ të thjeshtë por efektive. Megjithatë, ajo që e bën këtë video veçanërisht shqetësuese është natyrshmëria e filmimit dhe reagimi i sinqertë i frikës së dëshmitarëve. Figura në bicikletë lëviz në mënyrë antinatyrale, sikur të ishte e kapur në një cikël kohor, duke përsëritur përjetësisht të njëjtin udhëtim natën pa destinacion të dukshëm. Një kamerë CCTV e vendosur në verandën e një shtëpie regjistroi një djalë duke trokitur në derë me dëshpërim, duke kërkuar që ta lejonin të hynte brenda. Ai thoshte se po ndiqej nga një poçong. Mund të shihet një figurë e bardhë duke u kurcyer pranë portës disa herë, duke rritur panikun e tij. Ky video mund të jetë vetëm një montazh i krijuar me inteligjencë artificiale për argëtim. Megjithatë, mund të përdoret edhe si një paralajmërim për fëmijët, duke i kujtuar rreziqet e qëndrimit jashtë vetëm dhe rëndësinë e të kërkuarit ndihmë kur ndihen të kërcënuar. Ndërsa dëgjoi britmat e fqinjes së saj gjatë natës, një grua vendosi të shkonte të kontrollonte, duke regjistruar me kamerën e saj. Kur u shikua videoja, u pa diçka shumë e pazakontë. Një shfaqje e bardhë, duke i sikur po qëndronte mbi çatinë e shtëpisë së fqinjes. Figura qëndronte e palvizur dhe duke i se e vëzhgonte gjithçka që ndodhte poshtë. Pamja ishte e qartë dhe shqetësuese, duke lënë një ndjesi të fortë frike. Askush nuk duke i ta kishte vënë re, përveç gruas që po regjistronte, dhe çdo detaj i saj duke i jashtëzakonisht i çuditshëm. Videoja e radhës u publikua në TikTok në janar të vitit 2025 nga një përdorues i njohur me emrin Amoro X1 dhe përmban pamje të marra nga një kamerë sigurie shtëpiake. Në regjistrim, shihet një grua e ulur në një karrige lëkundse, duke u përkulur lehtë përpara dhe prapa. Gjithçka nisi një nga ato netët e zakonshme, ku asgjë nuk duket jashtë normales. Pamje tregoi një nënë të re që po përkund foshnjën e saj, një skenë e qetë dhe familjare që pasqyron paqen e jetës së përditshme. Atmosfera është e butë dhe e sigurt, pa asnjë shenjë se diçka e keqe do të ndodhte. Megjithatë, ajo natë mori një kthes të papritur dhe shqetësuese. Kamerat e sigurisë kapin një moment të çuditshëm pranë portës së shtëpisë, ku shfaqet një figurë e pazakontë. Fillimisht duket si një lëvizje e zakonshme në errësirë, diçka që mund të injorohet lehtësisht. Por kur pamja bëhet më e qartë, zbulohet diçka shumë më alarmante. Një krijesë humanoide me lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, qëndron dhe vështron me kujdes skenën familjare. Ajo duket sikur po vëzhgon nga larg, me lëvizje të kujdesshme dhe të heshtura, si të ishte duke shqyrtuar ambientin ose njerëzit brenda. Pas disa qashte shqetësie, figura tërhiqet po aq në heshtje sa u shfaq, sikur kurreshtja e saj të ishte përmbushur. Pamjet lën pas shumë pikë pyetje dhe ngritin dyshime shqetësuese. A ishte kjo thjesht një prani kalimtare apo diçka që kishte ndërmend të kthehej për diçka më shumë? Një burr që sapo kishte dalë nga palestra, vendosi të xhironte një video ndërsa ecte drejt makinës së tij. Megjithatë, pa dashje, kapoi diçka të papritur. Në regjistrim, shfaqet një figurë që duket si një kuntilanak, e pezulluar në ajër, në mes të oborrit të errët të një shtëpie. Kur burri e vuri re, u tmerrua aq shumë sa ndaloi xhirimin menjëherë. Sipas dëshmisë së tij, kur ktheu syt, figura nuk ishte më aty. Pamja e papritur dhe e çuditshme shkaktoi një ndjesi frike të menjëhershme, duke e lënë të habitur dhe i kujton se sa e paparashikueshme mund të jetë natyra e këtyre shfaqjeve të pazakonta. Në janar të vitit 2011, një burr në Oslo, Norvegji, filloi të dëgjonte zhurma të çuditshme,
nga dyert që hapeshin vetë deri te hije misterioze që shfaqeshin përpara tij. I intriguar, vendosi të filloj të gjiroj me kamerën sa zhurmat e pazakonta filluan të ndodhnin. Një grup burrash që po kamponte në pyll në mesnat, u vizitua nga një figure çuditshme dhe friksuese. Në fillim, figura misterioze dukej vetëm si një dritë e kuqe që rrotulloi rreth tendës së tyre. Ku ndezën dritën, u shfaq fytyra e figurës, e cila dukej si një grua me flokë të gjatë, fytyrë të zezë dhe sy të bardhë. Pamja e saj i bëri burrat të ndihen të tmerruar dhe të pafuqishëm. Pak më vonë, figura u largua menjëherë, duke i lënë ata brenda tendës të shokuar dhe të friksuar. Ky incident i pazakont dhe i frikshëm la një ndjenjë të thellë ankthi dhe tmerri, duke i bërë të dyshojnë në natyrën dhe qëllimin e kësaj shfaqjeje paranormale. Një burr vendosi të eksperimentoj duke lënë një kamerë të drejtuar nga një kabinë e vjetër që ndodhej në mes të pyllit gjatë natës. Ai donte të shikonte nëse do të kapte ndonjë gjë të pazakontë. Çfarë kamera arriti të regjistrojë ishte jashtëzakonisht e qartë dhe shqetësuese. Një figurë e veshur me të bardha dhe me një fytyrë të errët u shfaq papritur, duke lundruar pranë çatisë së kabinës. Pamja e saj ishte e qartë dhe tërhoqi menjëherë vëmendjen e të gjithëve që panë regjistrimin. Figura duket sikur po i drejtohet kamerës me sy që tregojnë se ajo e dinte se po vëzhgohej. Shfaqja e saj e papritur dhe e paqartë shkaktoi një ndjesi frike dhe misteri, duke bërë që çdo shikues të ndjejë një tension të fortë dhe një ndjesi të pazakontë që nuk mund të shpjegohej lehtë. Gloria përjetoi një nga përballjet më të frikshme të jetës së saj kur një entitet i padukshëm që ajo beson se ishte një shpirt, hodhi një thik të madhe kuzhine nëpër dhomën e saj. Për fat të mirë, thika nuk e goditi dhe ajo mbijetoi për ta treguar historinë, por trauma e asaj nate mbeti e gdhendur thellë në kujtesën e saj. Megjithatë, përjetimet paranormale të Silvias shkojnë shumë më tej në kohë dhe duket se janë bërë pjesë e përditshmërisë së saj. Në korrik të vitit 2020, ajo ngarkoi një video ku shihet sërish në kuzhinën e saj, një vend që duket se është qendra e këtyre ngjarjeve të pashpjegueshme. Në pamje, objektet duken se lëvizin pa asnjë arsye logjike, duke krijuar një atmosferë tensioni të vazhdueshëm. Edhe pse Silvia bën një përpjekje të madhe për të ruajtur qetësinë ndërsa gjithçka po ndodh rreth saj, zëri i saj e tradhton. Ajo tingëllon dukshëm e friksuar dhe e parehatshme gjatë incidenteve.
Një komentues shprehu shqetësim të thellë për sigurinë e saj dhe Silvia u përgjigj duke e siguruar se deri tani nuk ishte lënduar. Ajo gjithashtu deklaroi se kishte plane të zhvendosej në një shtëpi tjetër për të shpëtuar nga këto ngjarje të frikshme. Megjithatë, duke parë se ajo ka publikuar video të tjera paranormale edhe kohët e fundit, është e qartë se zhvendosja ende nuk ka ndodhur. Shpresa e vetme është që ajo të arrijë të largohet sa më shpejt, përpara se këto përjetime të përshkallëzohen dhe të kthehen në diçka edhe më të rrezikshme. Në Japoni, një ndërtesë zyrash që duke e zakonshme u bë skena e një enigme intriguese. Rasti u nda në YouTube nga përdoruesi Dare Grace dhe xhirimet vijnë nga kamerat e sigurisë të vendosura në një nga korridoret e ndërtesës. Ajo që ndodh më pas mbetet ende objekt diskutimi. Shiko me vëmendje. Përpara syve të kamerave, një grua kalon përmes një muri të ngurtë dhe zhduket plotësisht nga ana tjetër, pa lënë asnjë gjurmë. Video vazhdon të regjistrojë korridorin bosh, sikur gruaja të mos kishte qenë kurrë aty. Çdo detaj, nga ndriçimi deri te heshtja e papritur, shton misterin dhe tensionin e ngjarjes. Shumë shikues spekulojnë për natyrën e këtij fenomeni, duke pyetur nëse është një iluzion optik, një efekt special ose ndoshta diçka më e pazakontë. Ky incident ngre pyetje mbi atë që ne e perceptojmë si të mundur dhe çfarë mund të ekzistojë jashtë realitetit të zakonshëm. Shpreh mendimin tënd për këtë rast dhe të tjerët në seksionin e komenteve dhe diskuto hipotezat e ndryshme që mund të shpjegojnë atë që ndodhi. Ky video u publikua në TikTok nga një përdorues i njohur si Sap About to Snap, i cili duket se është jashtëzakonisht i friksuar ndërsa ndodhet në vendin e tij të punës. Video fillon me të duke parë rreth e rrotull me një shprehje të shqetësuar në fytyrë, qartë i friksuar nga diçka që sapo ka përjetuar gjatë punës. Pas tij mund të shihet qartë një derë që hapet dhe mbyllet vetë. Më pas ai hyn në atë dhomë, por nuk shihet askush pranë derës. Një video e dytë, e njarkuar pak më vonë, tregon përdoruesin duke regjistruar diçka në një monitor sigurie që e tremb jashtëzakonisht. Mund të shihet një shfaqje e çuditshme fantazmash në kamerë, por kur personi shkon të hetojë, nuk mund të gjejë asgjë në dhomë. Ndoshta figura në monitorin e sigurisë mund të jetë një artefakt vizual, diçka si shkëlqimi i dritës, probleme kompresimi ose turbullim nga lëvizja për shkak të kamerës që lufton në kushte të dobta drite. Sistemet e sigurisë në vendin e punës zakonisht janë me cilësi të ulët dhe janë të ndjeshme ndaj deformimeve me formë njerëzore. Megjithatë, ajo që e bën këtë shqetësuese është konteksti. Të gjithë punonjësit janë të llogaritur, askush nuk është fizikisht i pranishëm në dhomë dhe megjithatë diçka shfaqet qartë në monitor. Shfaqjet e kapura nga kamerat e sigurisë janë një nga manifestimet më të zakonshme të raportuara në shtëpitë e punës të banuara ose të mallkuara. Qoftë një anomali teknike apo diçka me të vërtetë pa shpjedueshme, fakti që shfaqet vetëm në kamerë dhe askund tjetër është ajo që e bën të qëndrojë. Shpresoj që të zgjidhni këtë situatë shpejt në mënyrë që ne të mund të ndihemi përsëri të sigurt në vendin e punës, duke e bërë ambientin më të qetë dhe duke na lejuar të përqendrohemi në detyrat tona pa frikë të vazhdueshme. Video gjithashtu nxjerr në parë rëndësinë e sistemeve të mirëmbajtjes së kamerave dhe monitorimit të rregullt për të dalluar anomalitë teknike nga ato të pashpjegueshme.
Pronari një stende ushqimi rrugor zbuloi diçka që e bëri të rishqyrtonte punën gjatë orëve më të errta të natës. Kamerat e sigurisë kapën orën 2:30 të mëngjesit një prani shqetësuese. Në pamje dallohet qartë një figurë femërore me tipare spektrale, sy plotësisht të bardhë që shkëlqenin me një dritë mbi natyrore dhe një shprehje fytyre që sugjeronte qëllime të panjohura. Ndërsa po hetonte këtë hotel të frikshëm dhe të përfolur si të mallkuar, një YouTuber nga kanali Morris Paranormal Adventures, UK, përjetoi diçka që e la thellësisht të shqetësuar. Gjatë eksplorimit të korridoreve të errta, diçka kaloi pranë tij dhe ai e ndjeu qartë sikur një prani e padukshme ta kishte prekur. Ai u ndal menjëherë, duke u përpjekur të kuptonte çfarë kishte ndodhur, por ndjenja e errët që e shoqëronte nuk u largua. Edhe pse disa mund të mendojnë se ishte thjesht atmosfera e rëndë e hotelit, ndjesia ishte tepër reale për t'u injoruar. Nuk do t'ishte çudi nëse ky vend strehoi nga shumë shpirtra. Nëse ndonjëherë ke ndier një prani të çuditshme në një hotel, ndaje përvojën tënde në komente. Qetësia e një pasditeje të zakonshme u shndrua në makth kur një burr vuri re një lëvizje të dyshimt në dritaren e shtëpisë së tij. Ajo që nisi si një kurreshtje e pafajshme u kthye në një përvojë që do ta ndiqte për vite me radhë. Pas perdeve gjysmë transparente, silueta e një ndërhyrësi dukej me qartësi shqetësuese, por kur ai u afrua për të hetuar, realiteti e goditi ftohtë. Në balkon nuk kishte absolutisht askënd. Një kanal i njohur në YouTube me emrin Carolina Case Files publikoi një video në dhjetor 2025 që tregon pamje vërtet të çuditshme të garantuare për t'ju ngritur lëkurën. Pamjet në fjalë u filmuan me një kamerë sigurie në Deep Run, Carolina e Veriut. Carolina Case Files përmend se cilësia e videos nuk është shumë e mirë dhe se po përpiqen të gjejnë informacion për pronarin e shtëpisë, por deri tani nuk kanë pasur fat. Tani le të shohim pamjet. Mund të shihet një krijesë e çuditshme dhe e hollë duke u tërhequr mbi tokë për disa sekonda, para se të zhduket në natë. Nëse kjo nuk është ndonjë projekt CGI ose diçka e ngjashme, atëherë besoj se kjo është një nga krijesat më të frikshme që kam parë në një video për një kohë të gjatë. Një shpjegim mund të jetë se këto pamje mund të jenë gjeneruar nga inteligjenca artificiale ose footage reale nga kamera sigurie i përmirësuar me CGI, veçanërisht duke marrë parasysh sa të aksesueshme dhe bindse janë bërë këto mjete. Mungesa e informacionit për pronarin e shtëpisë dhe burimin origjinal e bën të vështirë verifikimin e autenticitetit të klipit, por ajo që e bën videon kaq shqetësuese është sa fizike ndihen lëvizjet. Pesha, koordinimi dhe prezenca e tërheqësit nuk ngjajnë me krijimet digjitale tipike. Tërheqësit e zbedh dhe të gjatë janë një tipar i përsëritur në vëzhgimet moderne të kriptit. Pamja e tij natyrale dhe mënyra si rrëshqet mbi tokë krijon një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie për çdo që shikon videon, duke e bërë atë një nga dokumentet më të frikshme të kriptideve që janë regjistruar kohët e fundit.